Le ta harrojmë për një moment gjithçka që mendojmë se dim për të mësuarit. Sot do të zbulojmë një sekret që e kthen të nxënit nga një detyrë e mërzitshme, le ta themi, në një aventyrë të vërtetë. Po flasim për ciklin e të nxënit të David Kolbit. Së bashku do të shohim si ta bëjmë dijen të paharrueshme dhe, më e rëndësishmja, vërtet të zbatueshme. A ju ka ndodhur ndonjëherë të dilni nga një leksion apo një trajnim dhe pas pak të kuptoni se nuk mbani mend thuajse asgjë? Pra, ky frustrim i të mësuarit pasiv, ku informacioni thjesht na kalon veshit pa u përvetësuar, është pikërisht problemi që do të zgjidhim sot. Dhe kjo na çon natyrshëm te pyetja thelbësore. A duhet vërtet jetë kështu? A ka ndonjë mënyrë më të zgjuar për të mësuar, që e bën dijen të ngelet me ne, të bëhet pjesë e jona? Përgjigja, për fat mirë, është një po e madhe. Ja ku vjen edhe përgjigja. Teoria e të nxënit eksperiencial e David Kolbit. Ideja e tij qendrore është sa e thjesht aq edhe geniale. Të nxënit efektiv nuk është një rrugë me një drejtim, por një cikël i fuqishëm që fillon gjithmonë me provojën. Dhe këtu qëndron gjithë sekreti. Teoria e Kolbit e shet të nxënit si një proces aktiv, dinamik, që nis nga përvoja reale. Pra nuk mjafton të dëgjosh, duhet të përjetosh, të reflektosh, të kuptosh dhe pastaj të veprosh. Ky cikël ka një hartë shumë të qartë me 4 faza që nuk bëjnë dot pa njëra tjetrën. Le t'i shohim si një udhëtim. Fillojmë me një përvojë konkrete, pastaj ndalemi për të reflektuar, e lidhim me një teori të fuqishme dhe në fund e provojmë sërish në praktik. Tani, le t'i eksplorojmë një nga një. Faza e parë, pra, përvoja konkrete. Gjithçka fillon këtu. Në vend që të nisim me teori abstrakte, cikli fillon me veprim. Nxënësi përfshihet drejt për drejt në një aktivitet, duke e përjetuar situatën me të gjitha shqisat. Po në praktik si duket kjo? Imagjinoni pak, në vend të një leksioni të thatë për menaxhimin e ankesave, ju përballeni me dikë që luan rolin e një klienti të tërbuar. Nuk po dëgjoni për problemin, por po e përjetoni atë. Ky është thelbi i përvojës konkrete. Pasi kemi vepruar, vjen momenti për një pauzë thelbësore. Ky nuk është thjesht një pushim, por është një hap aktiv, ku fillojmë ta kthejmë përvojën në mësim. Pa reflektim, një përvojë mbetet thjesht një ngjarje, asgjë më shumë. Reflektimi nuk është diçka pasive, është një analizë e strukturuar. Duke përdorur pyetja si këto, ne e zbërthejmë përvojën, analizojmë veprimet tona, vëzhgojmë të tjerët dhe fillojmë të dallojmë modele dhe mësime. Kjo është faza ku praktika takon teorinë. Pasi kemi përjetuar dhe reflektuar, mendja jonë është gati të kërkojë përgjigjen për pyetjen pse. Ktu lidhim atë çfarë ndodhi me parimet dhe modelet që e shpjegojnë. Është ai momenti i famshëm, pikërisht këtu, roli i mësuesit ose lehtësuesit bëhet vendimtar. Në vend që ta servir teori në fillim, kur ajo do dukej abstrakte dhe pa kuptimte, ai i prezanton tani, pikërisht në momentin kur nxënësi po kërkon një shpjegim. Kjo e kthen teorinë nga diçka e thatë në një mjet vërtet të fuqishëm. Mirë po, cikli nuk përfundon me të kuptuarit. Hapi i fundit, dhe ndoshta më i rëndësishmi, është ta marrim këtë kuptim të ri dhe ta kthejmë përsëri në praktik, sepse në fund të fundit, të nxënit bëhet real vetëm kur ndryshon sjelljen tonë. Ky është momenti së vërtetës, zbatimi, kthehemi te simulimi me klientin, por tani nuk jemi më duarbosh. Të armatosur me një model të ri teorik, ne testojmë strategji të reja, dhe kështu cikli fillon sërish duke na ngritur në një nivel më të lartë kuptimi dhe aftësie. Kontrasti nuk mund të ishte më i qartë. Nga njëra anë, kemi rrugën lineare të mësuarit pasiv, teori, dëgjim, harres. Nga ana tjetër, cikli dinamik i Kolbit, një spirale e pafundme që e ndërton dhe e përforcon dijen në çdo rrotullim. Dhe bukuria e këtij cikli është se përkthehet drejt për drejt në një plan masimor jashtëzakonisht efektiv. Kjo strukturë jo vetëm që rrit angazhimin, por siguron që njohuritë të mbahen mend dhe akoma më mirë të jenë të zbatueshme. Por kujdes, fuqia e ciklit qëndron në të qenit i plot. Nëse anashkalojmë qoftë edhe një nga fazat, procesi të nxënit mbetet i cunguar. Aktiviteti pa reflektim është thjesht argëtim. Teoria pa përvojë është abstrakte. Çdo hallkë e këtij zinxhiri ka rëndësinë e vet. Në fundit gjithçka përmblidhet këtu. Nuk mësojmë sepse na e shpjegojnë, por sepse e përjetojmë, e mendojmë dhe e provojmë sërish. Dija e vërtet nuk transmetohet pasivisht, ajo ndërtohet aktivisht përmes një cikli të pafund, veprimi, reflektimi, kuptimi dhe eksperimentimi të ri. Kjo është fuqia e të nxënit që mbetet.